Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El Kauther, zbritur në Mekë, ajete 3. Përmbajtja e sures El Kauther. Sipas mendimit më të njohur, kjo sure ka zbritur në Mekë, disa janë të mendimit se kjo sure ka zbritur në Medinë, sepse kjo sure ka zbritur 2 herë. Transmetimet që kanë ardhur për shkakun e zbritjes së sures vërtetojnë se kjo sure është mekase. Për shkakun e zbritjes së kësaj sure e lexojmë një ditë profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, po dilte nga xhamia dhe u përball me El-As ibn Wa'il, që ishte nga të mëdhenjtë e mushrikëve. Ai bisedoi pak me profetin Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Të mëdhenjtë e Qurayshve po e shikonin këtë pamje nga larg. Kur El-As ibn Wa'il u fut në xhami, Qurayshët e pyetën me kë po bisedoje. Me këtë burr fatprer pa trashëgimtar, u përgjigj ai. Këtë gjë e tha sepse profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i kishte vdekur djali i tij Abdullahu. Arabët, një njeriu që nuk kishte djalë, i thoshin fatprer pa trashëgimtar. Qurayshët e kishin përzgjedhur këtë emër për profetin Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, pasi i kishte vdekur djali. Kur kjo sure zbriti, i dha myshdë profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, duke i thënë se të kemi dhënë mirësi të pafundme dhe Kautherin, ata janë vetë fatprer të shuar. Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kishte 2 djem nga zonja Hadixhe, Allahu qoftë i kënaqur me të, Kasemin dhe Tahirin, të cilin e quanin edhe Abdullah, që të dy kishin vdekur në Mekë. Kështu profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, mbeti pa djem. Kjo ngjarje bëri që Qurayshët të gëzonin dhe për profetin Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të përzgjidhin emrin Ebter, i shuar. Ashtu sikurse është e njohur, arabët sipas traditës së tyre i kushtonin në rëndësi shumë të madhe fëmijëve djem, për ta thurnin plane duke i konsideruar në vend të babait pas ngjarjes që i ndodhi profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ata u gëzuan sepse menduan se tashmë pasi profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të largohet nga kjo botë, nuk kishte kush ta zëvendësonte dhe programi i tij do të lihej në Hares. Kurani i shenjtë në këtë sure u shpall dhe në mënyrë madhështore u kthen përgjigje armiqve, duke thënë se armiqtë e profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, do të jenë të shuar, ndërsa Kurani dhe feja islame nuk do të ndërpritet asnjëherë. Lajmi që ju dha myslimanëve në këtë sure ishte humbje e armiqve të Islamit. Nga ana tjetër, ata deshën të mërzisnin zemrën e pastër të profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, por Allahu nuk i lejoi. Mirësitë e leximit të kësaj sureje. Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kushdo që e reciton dhe lexon këtë sure, do t'i shuhet etja nga lumenjt e xhenetit. Do të shpërblehet me masën e çdo kurbani që bëhet në ditën e Kurban Bayramit dhe kurbanet që bëjnë ehli kitabi dhe mushrikët. Kjo sure ka marrë emrin Kauther për shkak të ajetit të parë. Ajetet nga 1 deri te ajeti 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kauthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, me të vërtetë që ne të kemi dhënë ty shumë të mira, andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe therr kurban, sigurisht ai që të uren ty, ai vetë është fatprer. Komentimi: të kemi dhënë një mirësi të madhe. E gjithë kjo sure në të gjitha aspektet, sikurse dhe surja Ad-Duha dhe Ash-Shahr, flasin për qëllime të mëdha dhe për t'i dhënë sa më shumë zemër profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që të mos shqetësohet për sa u përket fatkeqësive. Së pari thuhet me të vërtetë që ne të kemi dhënë ty shumë të mira, ne të dhuruam ty Kautherin. Fjala Kauther rrjedh nga fjala Kathrat dhe ka kuptimin mirësi, bereqeti pafund. Njerëzit që janë të mëkëmbur shumë u thuhet Kauther. Ka transmetime të shumta për sa i përket qëllimit të përdorimit të fjalës Kauther. Kur zbriti kjo sure, profeti u ngjit në mimber dhe recitoi atë. Shokët pyetën se çfarë i ka dhuruar Allahu atij. Ai tha: është një lum në xhennet më i bardhë se qumshti. 2 anët e tij janë të storisura me rubin. Të tjerë janë të mendimit se ka të bëjë me burimin e Kautherit që i përket profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe kur besimtarët do të hyjnë në xhennet, do të shuajnë etjen nga ky ujë.
Të tjerë kanë komentuar atë me profetsin, të tjerë me Kuranin e disa të tjerë e kanë komentuar me bollëkun e shokëve dhe të miqve. Të tjerë kanë komentuar me bollëkun e fëmijëve dhe të pasardhësve që do të jenë nga rjedha e Fatimes, paqja e Zotit qoftë mbi të, të cilët do të jenë të shumtë në numër. Të tjerë duke u bazuar në hadithin e Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, e kanë komentuar me shefaatin. Edhe Fahri Raziu ka cituar 15 mundësi për kuptimin e fjalës Kauthar, por asnjëra prej tyre nuk ka përçuar kuptimin e qartë të kësaj fjale. Sikurse edhe e tham, fjala Kauthar ka kuptimin mirësi dhe bereqet të pafund. Gjithashtu, ne e dim se Allahu i Madhëruar i ka falur profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, mirësi dhe bereqet të pafund. Secili kuptim që u citua më lart për Kautherin është shembull i qartë. Gjithashtu kemi shembuj të tjerë që mund të merren si përforcuese për ajetin që cituam. Sidoqoftë, të gjitha mirësit hyjnore në të gjitha fushat, profeti i nderuar i ka patur me vete. Edhe dietarët e ummetit të tij në çdo epokë dhe periudhë kohore janë të përfshirë nga mirësia e Kuranit dhe e fesë islame. Nuk duhet të harojmë se Allahu këtë fjalë thot për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kur akoma nuk dukeshin ndikimet e mirësive të Allahut. E gjithë kjo mirësi ishte për të ardhmen e afërt dhe të largët, ishte mrekulli dhe tregues i vërtetësisë së ftesës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kjo mirësi e madhe dhe e pafund kërkon një falënderim të madh, edhe pse falënderimi i krijesave nuk mund ta shlyejë kurrë hakun e mirësive që Allahu na ka dhuruar, sepse të kesh mundësi të falënderosh është një tjetër mirësi e dhuruar nga vetë Allahu. Andaj Allahu thotë se me që është kështu, fal namaz vetëm për Zotin tënd dhe bëj kurban, andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe therr kurban. Po, dhuruesi i mirësive është vetë Allahu, duke u bazuar në fjalët e Kuranit. Namazi dhe adhurimi si dhe therrja e kurbanit është një lloj ibadeti dhe ta kryesh për tjetër kënd nuk ka vlerë, sepse është veçanërisht për Allahun e madhëruar. Me pak fjalë, adhurimi dhe kurbani janë vetëm për krijuesin, janë mirësi posaçërisht për qenien e pastër të Allahut. Idhujtarët bënin kurban për idhujt, ndërkohë që mirësitë e tyre i dinin të krijuesit. Sidoqoftë, fjala li robbike është argument i qartë për të pasur qëllim niyetin e pastër vetëm e vetëm për Allahun. Shumë komentues besojnë se qëllimi për namazin është namazi festës së Kurban Bejramit dhe të bësh kurban në atë ditë, por ajeti tregon një kuptim të përgjithshëm edhe pse namazi dhe therrja e kurbanit është një shembull i qartë i saj. Fjala wanhar është e veçantë, përdoret për therrjen e deveve. Është cituar në këtë rast, ndoshta se therrja e kurbanit të deves për ta kishte rëndësi të madhe. Gjithashtu edhe myslimanët e parë kishin dëshirë të bënin kurban devet. Për këtë rast janë përmendur edhe dy komentime të tjera. 1. Fjala wanhar mendohet se ka kuptimin të qëndrosh drejt kiblës, sepse rrënja e fjalës nahr ka kuptimin blok që zë kalimin. Më pas arabët atë e kanë përdorur me kuptimin përballë çdo gjëje, ndaj edhe thonë shtëpitë tona janë përballë njëra tjetrës. 2. Përsa i përket qëllimit të ngritjes së duarve në kohën e tekbirit dhe afrimit tyre përballë fytyrës, do të lexojmë një hadith. Kur zbriti kjo sure, profeti nderuar e pyeti Xhibrilin, "Çfarë është nahiri, që mua më ka urdhëruar Zoti im?" Xhebraili tha, "Nuk është nahir, por Zoti ty të urdhëron që në kohën e namazit kur të thuash tekbirin Allahu Ekber, duhet të ngresh duart, gjithashtu edhe kur të biesh në ruku, apo kur ngre kokën nga rukuja, apo të biesh në sejdë, sepse edhe namazi i engjëjve në 7 qiejt është i tillë. Për çdo gjë ka një bukuri dhe bukuria e namazit është të ngresh duart në çdo tekbir Allahu Ekber." Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, për komentimin e ajetit lexojmë: Imami ngriti duart e tij duke treguar se qëllimi i ngritjes së duarve është se ato duhet të ngrihen në mënyrë të tillë që pëllëmba e dorës të jetë me drejtim nga kibla. Komentimi i parë është më i përshtatshëm se të gjithë të tjerët, sepse tregon mohimin e veprave të idhujtarëve, të cilët ibadetin dhe kurbanin e tyre e bënin për të tjerë e jo për krijuesin. Sidoqoftë, për mbledhje e komentimeve dhe haditheve, në këtë rast nuk ka asnjë kuptim, veçanërisht për sa i përket ngritjes së duarve në kohën e tekbirit Allahu Ekber, si tek shiat edhe te sunnit kemi transmetime të shumta për këtë fakt, prandaj ajeti ka kuptim të gjerë që i përfshin edhe këto. Ndërsa në ajetin e fundit të kësaj sureje, duke u bazuar në
lidhjen që të mëdhenjtë e dhujtarisë i bënin profetit, Allahu thot në Kur'an, sigurisht ai që të urren ty, ai vetë është fatprer. Ti nuk je i shuar e as i prapambetur, armiku yt është i shuar. Fjala shaniu ka kuptimin mëri, armiqësi, të cilës shkeq. Fjala ebtër ka kuptimin kafsh me bish të prerë. Për zgjedhje një fjale të tillë prej armiqve të Islamit kishte për qëllim ofendimin e profetit. Përdorimi i fjalës shani e kë tregon se ata nuk ruanin as respektin më të vogël për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që do thotë se urrejtja e tyre ishte e mbushur me armiqësi. Në të vërtetë Kurani thotë se ky epitet është për vetë ju dhe nuk është për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Për shkakun e zbritjes së kësaj sureje, u tha se Kurejshët ishin në pritje të vdekjes së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe ishin në pritje të shkatrimit të fesë islame, sepse thoshin se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është fatkeq. Allahu i madhëruar tha se ai që është fatkeq dhe pa fat është armiku i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Hulumtime. Fatimja, paqja e Zotit që mbi të dhe Kautheri. Edhe më lart e tham se fjala Kauther ka një kuptim të gjerë dhe shoqëror që është mirësi e pafundme. Komentuesit e Kuranit kanë dhënë mendime të ndryshme për të. Shumë dietar shiit janë të mendimit se një nga përshkrimet e Kautherit është Fatimja, sepse shkaku i zbritjes thot, ata thanë se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është i shuar fatprer, ndërsa Kurani jo vetëm që e mohon këtë gjë, por thot se ne të dham ty Kautherin. Nga ky interpretim kuptojmë se kjo mirësi dhe bereqet është Fatimja, sepse edhe pasardhësit e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, vijnë nga kjo vajzë. Ajo që e vetmja pjesë e trupit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ajo i ruajti të gjitha vlerat e fesë islame. Transmetohet se jo vetëm imamët e pastër të Ehli Bejtit kanë prejardhjen nga Fatimja, po ka qindra e qindra breza nga raca e fëmijëve të Fatimes në të gjithë botën, ndërmjet tyre ka dietar të mëdhenj të cilët përpiqen ta ruajnë fenë islame. Në këtë pjesë është një diskutim i Fahri Raziut që përveç komentimeve të ndryshme që ka bërë për fjalën Kauther, ndër të tjera ka shtuar se kjo sure ka zbritur për të treguar se Allahu i madhëruar nuk e ka lënë pa pasardhës profetin e tij të nderuar, por i ka dhënë shumë trashëgimtar të cilët do të jenë brez pas brezi sa të jetë kjo botë. Ndërkohë që nga Beni Umejadët, të cilët ishin armiq të fesë islame, nuk do të mbetet njëri. Nëse dëshiron të dish për ta, shikoj hidh një sy, a do gjesh një dietar prej tyre që është sikurse Bakiri, Sadiku dhe Nefsi Zekia e të tjerë. Mrekullia e sures El Kauther. Kjo sure flet për 3 parashikime të mëdha: 1. Dhurimi i mirësisë dhe i begatisë së pafundme për profetin e nderuar dhe ndjekësit e tij. 2. Sukseset dhe fitoria që pati profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kur u shpall kjo sure që nuk parashikohej në Mekë. 3. Kjo sure paralajmëron se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk do të mbetet pa trashëgimtar, por do të ketë gjithmonë trashëgues brez pas brezi. Njoftimi tjetër është se i lajmëron armiqt që të mos mendojnë se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është i shuar, por vetë ata janë të shuar. Kjo gjë është e dukshme. Përdorimi në numrin shumës i fjalës ne të kemi dhënë ty shumë të mira tregon madhështinë dhe fuqinë e Allahut, sepse kur të mëdhenjt flasin për veten, ata nuk përfshin vetëm veten e tyre, por edhe personat që i kanë në shërbim. Po në këtë rast, fjala en tërheq vëmendjen për një gjë tjetër, duke treguar se fjala eteinek e gjitha kjo vërteton se Allahu i madhëruar i ka falur profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, Kautherin, që është një mirësi e madhe për të që të mos i hidhërohet zemra nga fjalët e armiqve e të di se vend mbështetja e tij është Allahu i madhëruar, që është burimi të gjithë të mirave, dhe profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka në dispozicion mirësi të shumta. O Allah, mos na lër duar bosh edhe ne nga mirësitë që i ke dhuruar profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. O Allah, ti e di se ne e duam shumë profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, na bashko me ta në ditën e Kiametit. O Allah, madhështia e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe e fesë islame dita ditës bëhet edhe më e madhe, mbroje dhe lulëzoje edhe më tepër. Amin. Ya Rabbel Alamin.